Presidenti Bajram Begaj përsolli mesazhurimi për besimtarët mysliman me rastin e fillimit të agjërimit në muajin e bekuar të Ramazanit. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit të uroi agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë besimtarët mysliman, duke shprehur dëshirën që ky muaj i shenjtë të shërbejë si një kohë solidariteti dhe afrimi mes njerëzve. Besimtarët mysliman fillojnë agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit duke dëshiruar agjërim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë besimtarët mysliman. Uroi që ky muaj i shenjtë të na afrojë më shumë me njëri tjetrin, qoftë sa më i mbar për të gjithë dhe art me të gjitha begatit, theksoi Begaj. Besimtarët mysliman në të gjithë botën nisën agjërimin, të cili zgjat për 30 ditë për besimtarët mysliman. Ramazani është muaji i agjërimit, i Kuranit, i mëshirës dhe i faljes. Kryeministri Edi Rama uroi të gjithë besimtarët mysliman shqiptar për nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Gëzuar Ramazanin, agjërim të lehtë dhe të pranuar, uroi Kryeministri Rama besimtarët mysliman, të cilët nisën agjërimin që zgjat për 30 ditë. Të gjithë myslimanët anë botës nisën muajin e bekuar të Ramazanit me agjërimin, një nga shtyllat dhe detyrat madhore të besimit islam. Në thelb të agjërimit qëndron fakti se ai është urdhër i Zotit dhe një prej 5 kushteve themelore të islamit, por bashkë me këtë, ai ngërthen brenda vetes një numër shumë të madh urtësish dhe dobish për anën shpirtërore, fizike, psikologjike, sociale për individin dhe shoqërinë. Fillimi i muajit të agjërimit përcaktohet në bazë të lëvizjes së hënës, e cila për të gjithë myslimanët në çdo cep të botës përcjell një drejtësi apo një harmonizim për ta kryer sa më të plot këtë muaj të begat. Ramazani është muaj ku besimtarët mysliman ndërpresin ushqimin, pijen dhe jo vetëm, duke filluar që nga nisja e agimit deri në perëndim të diellit, nga syfyri deri në iftar. Është muaj i vlerave të larta njerëzore, morale, sociale, muaj i solidaritetit dhe bashkëpunimit, muaj që i dedikohet më shumë adhurimit dhe këndimit të Kuranit, muaj i sadakas dhe i punëve të mira, muaj i mëshirës, virtytit dhe dhimbshurisë. Përveç vlerave shpirtërore e morale, agjërimi ka gjithashtu edhe një vlerë shoqërore shumë të madhe, atë të bashkimit të njerëzve mes tyre dhe e kontributit për ata që kanë nevojë.